Sipas informatave të siguruara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, procesi I votimit deri në këtë fazë po zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të rregullt. Deri tani nuk janë raportuar parëvullësi që të mund të cenonin integritetin dhe mbarvajtjen e përgjithshme të procesit zgjedhor. KQZ mbetet në kontakt të vazhdueshëm me trupat zgjedhore në terren dhe institucionet përgjegjëse për të siguruar që çdo aspekt I procesit të vazhdojë sipas ligjit dhe rregullave zgjedhore. Po ashtu, duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi marrë nga rreth 94% e vendvotimeve, numri I qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 11 është 158.691 votues, apo 7.84% nga 2.025.105 votues. Deri në të njëjtën kohë, në zgjedhjet lokale të vitit 2021, kishin votuar 152.000 votues, apo 8.2% të votuesve, nga 1.885.428 votues. Të dhënat të detajuara për pjesëmarrjen e votuesve në çdo komunë dhe në çdo qendër votimi I gjeni në webfaqen e KQZ-s, të cilës mund t'i referoheni. Unë kam marrë raportin e sekretariatit dhe në ndërkohë kemi bërë përpjekje me I përcjell ngjarje, unë ngriti shqetësimin dhe problemin që kanë ngjarë në pjesën veriore të Mitrovicës, ku subjekti politik Lista Serbe ka organizuar të bit para zyreve të veta, që është thyrje e kodit të mirësjelljes, sepse fushata zgjedhore ka përfunduar në orën 7 me hapjen e vendvotimit. Sot është mbajtur tubim edhe ato në raport me numrin e popullsisë masiv. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, në mënyrë të organizuar kanë kërkuar edhe kanë shkuar në vendvotime, në qendrat votimit, dhe ne kemi fotografi ku qëllimisht janë bllokuar korridoret dhe qendrat e votimit për të shkaktuar probleme, incidente. Kjo është çështja e parë. Kemi incidente më të vogla që ndoshta nuk vlen të theksohet, po sa I përket mediave në gjuhën serbe. Unë këtu e kam faqen e RTS-s në Facebook, mund ta hapni ju. Edhe pja vlezoj, ne kemi akredituar këtë bashkë me Tanjugën, pja vlezoj vetëm fjalinë e parë. Na lokalni izbori na Kosovu I Metohiji. Na Kosovu I Metohiji danas se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Kjo është gjuha që e përdor Radio-televizioni Serbisë si mediumi më I madh bashkë me Tanjugën në raport në zgjedhjet në Republikën e Kosovës. Ajo urrëtia e tyre e brendshme ndaj Kosovës dhe shqiptarëve unë nuk po e marr parasysh, po e marr parasysh gjuhën zyrtare. Ne kemi kodin e sjelljes së mediave, unë e kam këtu nëse ka nevojë me hap. Mirë po, këto janë shkelje direkte të kodit të sjelljes, të mirësjelljes, edhe të subjekteve politike, po edhe të mediave. Arsyeja pse ne kemi kundërshtu akreditimin e disa mediave në gjuhën serbe ka qenë pikërisht ky një, pse nuk kanë sjell kurfar dokumenti, licencë, ka sjell një kartë identitetit fotografuar në të dion, as kërkesë. Kemi kërkesë prej mediave serbe që thotë duam t'i vëzhgojmë zgjedhjet në gjuhën serbe. Natyrisht e kam këtu në tetor të vitit 2025. Meqense urrëtia është shumë e madhe për emërtimin e Republikës së Kosovës, bile as fjalin Kosovë nuk e fusin. Fjalën Kosovë. Jo Kosovë, pas fjalën, edhe nuk dihet ku mbahet në tetor 2025-s, me 19 tetori kemi zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Dhe nuk e dim për kohë ka bëu atë kërkesë. Po ka media domethënë që kanë bërë këtë. Ka edhe përpjekje të sjelljes së njerëzve për votim me karta identiteti
jo të Republikës së Kosovës. Këto nuk pishohu në raport, kemi këtu në raport në vend votimin 304 thyje për 0 në pjesën veriorit Mitrovicës, votues kanë tentuar të votojnë me legitimitetin të shtetit sërb dhe nuk kanë qenë listën votuese. Kemi edhe informata tjera, unë mendoj se të gjitha këto duhet futen në raport. Unë mendoj se mënyra e raportimit të media, unë mund t'ja vlezoj krejt raportimin e RTS-it me konotacionin dhe tekstin negativ, me urrejtje papar, me dezinformata, këtu këtë tekst ju lutem, hapne RTS, e keni lexoni, të më thonë për sjelljen e zgjedhjeve. Dhe natyrisht, bazuar në kodin e sjelljes së medjave, bazuar edhe në ligj, po edhe në rregullorën 708, unë vërtet kërkoj që të deakreditohen RTS janë këtë rast, edhe Tani Ugo për shkak gjupës së urrejtjes dhe dezinformatave që i përhapin në lidhje me zgjedhjet e sotme në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Nëse jo, konferenca e radhës do të mbahet në orat 15:30. Një kërkesë prej antarit të KQZ-s, ju mendoj që keni obligim sepse është KQZ-ja ajo që e bën dhe akreditimin si institucion. E dim që shkon edhe rekomandimi përmes zyrës. Faktet, argumentet ekzistojnë, janë publike dhe i kërkojmë edhe mediave që të na ndihmojnë këtë proces sepse ato janë identifiku sa që kanë fut lajtitit sa organizata që përfaqësojnë mediat që të deklarohen në mbrojtje, në këtë rast edhe të RTS-it apo të Tani Ugut për t'i akredituar derisa problemi fare nuk ka pasur të bëjë me media të caktuara, përveç se është kërkuar verifikime dhe ato kanë qenë në rregull. Për mediat që vinë nga Serbia, më tashmë veç po shihet mënyra e raportimit të një pjesë të tyre dhe zakon edhe të tjerat gjithashtu jo që dallojnë një pjesë e tyre që konsiderohen si pjesë të regjimit të Vučićit dhe mendoj që si institucionet duhet të ndërmarrin veprimet e nevojshme. Derisa për vend votimin që e kemi në raport, është raport publik i ynë i mbrëmshëm. Ju e dini mirë kryetar dhe ju kolegë nderuar se cilat janë masat. Pra me automatizëm personat në fjalë do duhet të merreshin nga organet e rendit, të raportojë rasti, të arrestoheshin, sepse është vepër penale tentimi me manipulu gjatë procesit zgjedhor, të i tentu në këtë rast me votu me dokumentet identifikimit të një shteti tjetër, të i vun lajthitja, apo të i bërë presion edhe komisionerve. Na e dim që e kemi prokurorin në zyrën tonë, prokurorin kujtëstar, andaj në kërkoj edhe ndaj që edhe prokuroria në këtë rast të ndërmerr veprimet e caktuara dhe këto raste, nëse kështu shkruan në raport që ka pasur tetime të tilla dhe ne nuk dim nëse ka ndërmarrë dikush veprim, i bjen që ne pastaj si institucione po bëjmë edhe vepër penale, secili si zyrtar shtetëror duhet të ndërmarrë veprime caktuara ligjore kundrejt këtyre rasteve. Unë më i veç me imagjinu qa më në ndodhë një qytetari shqiptar apo të kujt do komuniteti tjetër ku do që tenton me një dokument të tjetër kujt me ardhe me votu apo me një dokument të një shteti tjetër me tentu edhe me po presion me votu. As ma tepër një dokument i një shteti që shtaj i shtetit serb. Andaj kryetar kërkoj ndërmarrjen e veprimeve për këto raste që na vetë raportojmë.